Reagimi I fundit I moderatores Alketa Visiu lidhur me protestat në Shqipëri ka shkaktuar një val të madh debatesh dhe reagimesh mes ndjekësve të saj në rrjetet sociale. Përmes një postimi të gjatë ndarë në disa imazhe, Visiu u shpreh se e kanë ndjekur me interes atë që e quajti revolucioni flamingove, duke vlerësuar pjesëmarrjen e shoqërisë civile, qytetarëve dhe të rinjve si një imazh të bukur të një Shqipërie të lirë dhe demokratike. Ajo shpjegoi se fillimisht ishte rezervuar për të folur pasi nuk është eksperte, por vendosi të ndajë mendimin e saj të lirë. Në qëndrimin e saj, moderatorja theksoi se mbështet zhvillimin e vendit dhe investimet e huaja strategjike, duke përmendur projekte si ai Sazani dhe Zvërnecit. Sipas saj, marka ekskluzive të njohura të hotelerisë do të sillnin një nivel tjetër turizmi elitar në Shqipëri. Visiu argumentoi se natyra dhe zhvillimi mund të bashkëjetojnë nëse ndiqet një model I gjelbër, duke u shprehur: "Pse mos t'i duam dhe pretendojmë të dyja? Duam edhe Amanin, duam edhe flamingot." Megjithatë, ajo pranoi se ky proces kërkon transparencë të plot publike, plane të rrepta mjedisore, paga dinjitoze për shqiptarët dhe ruajtjen e plazheve publike. Ajo shtroi pyetjen nëse mund ta shohim këtë situatë në një dritë tjetër, po sikur të mos mendojmë Shqipëria po shitet, por të themi Shqipëria po zhvillohet. Ky qëndrim nuk u prit mirë nga një pjesë e konsiderueshme e publikut, të cilët e akuzuan moderatoren për hipokrizi dhe shkëputje nga realiteti. Një prej komentuesve më të spikatur I shkroi: "Ti e do Shqipërinë aq shumë sa fëmijët I ke lindur jashtë saj, u ke vënë emra të huaj, I shkollon jashtë dhe pushimet I kalon jashtë, e megjithatë gjen kohë të na japësh leksione për dashuri ndaj atë dheut dhe të na shpjegosh se ne nuk dim të dallojmë investimin nga shitja. Shqipëria nuk ka nevojë për poezi patriotike të shkruara nga komoditeti I jetës larg realitetit të përditshëm të shqiptarëve. Shqipëria ka nevojë për ndershmëri, për përgjegjësi dhe për njerëz që e duan jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Vazhdo të shfrytëzosh afërsinë me pushtetin kur të shërben ty dhe interesave të biznesit të familjes tënde, por mos u përpiq t'u paraqesësh shqiptarëve si dhuratë atë që shumë prej tyre e shohin si humbje të identitetit, të hapësirave publike dhe të së drejtës për të vendosur mbi vendin e tyre. Shqipëria është e shqiptarëve, nuk është dekor për propagandë, nuk është markë për marketing dhe nuk është shitje." Kritikat vijuan edhe nga ndjekës të tjerë, të cilët e cilësuan reagimin si një qok apo për sy e faqe, ndërsa një tjetër përdorues njoftoi se do të ndalonte së ndjekurja atë në rrjetet sociale. Përballë këtyre komenteve, Alketa Visiu reagoi në mënyrë të drejtë për të mbrojtur, duke mohuar çdo lloj privilegji. Ajo u përgjigj: "Paguaj taksat, marrë rrisqet e biznesit, më dhem koka se shteti dhe tatimet të mbyllin llogaritë, përmbarimi të merr biznesin, bankat të sekuestrojnë, qeveria s'të ndihmon dot, kush ja del me punë si të gjithë. Privilegje s'di të kem marrë, kam punuar në vendin tim, do punoja në një vend të huaj njësoj, e s'do paragjykohesha, por kam vendosur ta bëj në vendin tim dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë." Kur u akuzua për qëndrimet e saj, ajo u shpreh thjesht: "Kur mesazhi s'të pëlqen, mos vrit mesazherin", duke shtuar mëtej se foli vetëm sepse është e lirë dhe nuk ka frikë nga askush apo asgjë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.